Domethënë ka edhe nën kryetar, ka disa. Kush është njëri për ty ajeti? Jo, nuk kam pjesë strukturore të partisë ende, pasi që dihet kam hyrë vetëm si. Çka po bëni me jetën Donikës ne? Ka çu dosje Donika në Haug çish po thonë? Jo, çfarë çumi. Ja, nuk duhet të Po ajo kish pason se i kum çumë në vend jo, ku do të çu. usqaru, domethënë kjo çështje usqaru nuk ka çu dosje në Hag. Donika as nuk e ban, Donika është vajza e një prej herojëve më të mëdhenj të Kosovës, është vajza e Jusuf Gërvallës, i cili dihet veprimtaria e tij, pastaj është mbesa e Bardash Gërvallës. Domethënë po flasim për një familje, një prej familjeve më të patriotike që i ka pas dhe i ka ky vend, edhe duhet gjithmonë të thirremi në ato vlera e të mos nxjerrim shpica kot vetëm sa për më bë zhurma, klikime të ndryshme apo për më marrë një votë, se nuk i bojmë nder maspari Kosovës e masanej as familjes Gërvalla ashtu më radh. A ki diçka më thon për rrymë se veçinë me qiri burstoj ku xho? Pse me qirin një gjatë? Kështë thonë më herët po më ndërprej edhe sora që po kemi reduktime edhe pustimet për rrethën energjisë elektrike dhe kekët vazhdimisht simpatizues të partive opozitore po na thojnë edhe them në 600. Ata do kompensojnë numrin e 6 në qirin ta. Pa ja le të fojnë për shkakun vetëvenduesi që punon në rrymë. Thonë poshtë në emisioni thash më herët Viktorit aty në Kos ishin buket familjare. Fojnë kryesor, besoj që kanë ish pushtetet e kaluame, po edhe këta partia që unë përkraje. Nuk janë për mashallah. Jo, nuk po për mashallah, po nuk mund edhe krejt ashtu me ik forcë, se na shqiptar si zakonisht çdo herë mundohem me atribu fojnë njëri tjetrit. Asnjëherë nuk qyr me pranuar një pjesë fort. Po fojnë kryesore kanë ata që e kanë shit kekën për një çmim mendej shumë qesharak, 26 milion euro, kur dihet se në tregun ndërkombëtar distribucioni i kekut është vlerësuar me një çmim prej rreth 563 milion. E ta shesash për 26 milion, edhe sa ta ankohesh. Sadri, në Kosovë ekziston një zinxhir i sistemit elektroenergjetik. Edhe të gjitha janë të pavarme, pos keku që është pronë shtetënore, kompani publike, mirë po tjerat, zyra regulatorit e energjisë elektrike është institucion i pavarur, një themeluar prej Kuvendit Kosovës, e para. Pastaj vije kosti që është prapë funksionon në ombrellën e Kuvendit të Kosovës. Shumë për keni me të qësi, kustja, zërëia, kushta i në rrimë burra për me di. Kompani e reguluar nga zyra regulatorit energjisë. Qashtu i keni bërë shumë që e di me ditë ka kush për të nëllë. Është Kedsi, Kesko, gjitha Kesko është me pagu. Asnjë nga këto kompani. Cila ta nëllë burë, zdrang? Asnjë nga këto kompani që e nalin drang ose zdrang nuk janë në ingerencat e qeverisë së Kosovës. Pra po flasim, dy janë kompani shtetënore. Kesko, Kedsi, Qikatezës, plot kanë lënë. Pse kështu? A këtë buhet janë çështo Viktora? Tash e kam kryer për me energjisë. Po ne po diçish apo kupton burr. Shikoj me këto që ja shoh emisioni më thon vetet Alberti, Bledi, kjo është regulativ evropiane. Domethënë ne duhet të ecim në përputhje, në sinkron me Evropën sa i përket çështjes së energjisë, pasi që ndryshe nuk mund të jemi pjesë e tregut evropian. E pse zëreja më na hyp çmimet e kusti, shembull. Po se zëreja ka obligim atë punë. Po, a? Po. E kusti çka ka obligim? Kusti ka ato farë shtylla pensionit të lartë. Po. Ato të mëdha. Keku çka ka obligim? Keku prodhon. E prodhon rrymën. E Kesko? Kesko i furnizon qytetarët në rrymë. Po i merr porët, domethënë. Po, jo merr edhe porët, po. Ta shpjegojmë se unë e di, po ta shpjegojmë. I furnizon, jo dërgon faturat njerëzve edhe. Ke namt Keku ti shkojnë kur të ndolet rrymë. Zoti i vraf Kekun, apo ti. Tash i shtojnë gjithë. Mos më shojnë mua për të tjerë. Edhe në herë ju bëjmë dije, domethënë për ato të Albertit. Albert, kisha pas dëshirë sonte e di që ke orë se ty dën shumë i konë në Shkop e poshtë do foto kishin prit burrt pas më kon Albin Kurthi. Po, sot kemi qenë fillimisht takim me disa shqiptarë të Shkupit. Po poshtë me Adini që takusha që ka ma dreq. Pastaj më një herë posa postova një foto më lajmëru në disa shqiptarë të Likovës, me lutje me shku atje, pastaj në Slupçan e... Jo, në nuk e di pëse s'pët bëna ambasador deri Albin Kurthi. Shumë përdojnë. Që shena kontonet me një pumë që du të benzinë vish kur ka orë një unë, thanë. Ti se defa kusho kë mua. Unë e kisha musafir. Ashtë jo dojës me di kusho.
Tha Alberti, më tha duhet këtë dënjoja. Pa diskutim, Alberti është djalë fantastik dhe sigurisht që besoj që e pret një ardhme e mirë, unë besoj në Kosovë e ju në Gjermani, po ta shohim tash. Apel gjithë ju që e shini, veçanërisht ju që e keni votu vetë venduesen me ndihmu Albertit. Në një forma po tjetër, apëtë se ja keni bërë moral, ju kështu. Unë isha në Gjermani javën e kalume edhe neta me shumë shqiptar atje, edhe pjesa ma madhe këshin merë më këthy Albertina. Në thonë, jo më shku, po më këthy për dujnë ata. Gjdo më regimtore komendën më këthy, po më borë atë sa i bohën mundësit apo kushtet, se dëshira për më këthyo gjithmonë, dëshira për më këthyo që është kur të nisën për më shku. Unë besoj, jam optimist që shumë shpejt, dhe më thonë, ka me fillu trendi negativ që i thejmë na, dhe më thonë, ma shumë kanë më ardhë se sa kanë më shku. Se hesapi nuk jo qetë. A shkoj me një ndërpreje, falenderojmë shumë Albertin se i kena edhe një surprizë interesante për ty. Jetë dikush për Qabicit. Dije qiri se në rast nevuje, falenderojmë shumë. Respekt, falenderit shumë. Dora të kite për Albertin. Falenderit shumë. A ki qef në e kom për Qabicit më të apropon? Po më rëllirisht të një kam është një njëri shumë i dashur për gjithë aja audiencë që e ka po edhe e kanë këshyrë, ajo është i dënë shumë kofsht. Dhe është pensioner i Austrijës, është shqiptari vërtet, për ndryshe e ka shumë të ofert komandant Kapuqin, Muj Krasniqin. është tepër njëri sinqert, a eftojmë sonte? Eftojmë. është Ramadan Krasniqi, Bacadan eftojmë, prej Kabicit. Hajde që këtu, hajde, ma mirë që këtu, hajde Bacadan. Hajde këmë Bobi, hajde. Hajde. Hajde të Kauqi. Hajde të Kauqi, hajde, ju e rani vëllohën. Po shazë. Mimë në homi se edhe. Kojshia e bëri fort. Që Bacadan? Da të kiti për Bacadan. 25. Qa kja orë mëra, kja orë me qana? Jo pa qenë nuk shkaj kërkun. Ulli, ane, s'ka problem. Po i kom edhe 2 klyesh për më dhejnë men. A ti bila ata? Po valoj se s'moj pa ta. Qanë ti bi? Hajde Bobi, hajde se fshin të ashta. Hypi, hop. Hajde mërë hyp. Hajde të këshia, mobë të këshia. Shka ko këtu? Këtu i kom 2 klyesh se i kom gjithë. Thash më s'ke pru vuët a burë, mos e ke gjithë vuët atë Viktori që e kam gjithë. Doktori Dimicil se aj ma ka folë që... A eftojmë më doktorin? Po valoj mirë. Arsim goshi me neve sonte, hajde. Po qebe. Falenderoj shumë qera. Respekt. La hile Arsimit shë që ta kësh. Lovë jam. A mu që ta puështën cilë halë. Që kjo është arsimi që për me veterinari? Që kjo është Arsim Goshi. Kjo është konë edhe veteran e vështrisë të veterinar si ka bu vjetë edhe si vjetë 300 supa. Jo bëvi që ato të nëllë të në nej. Po, kërë i pidi. Heqa, krejtë që janë. Hajde Bobi, hajde. Kyshi. Lejsa të si dollin kur të shuajnë bobën e vetë. Bacadan e ki një histori ko gjithë dhëmshme ti? Pështet e Viktor Shli? Unë e histori dhëmshme, unë ti si të më shish me qenë duhet me ditë gjithë kuj duhet mjodhënjë. E vërtet. E si e përbe